Sot është finale e madhe e Big Brother VIP Albania 4. Pas 120 ditë izolimi, sot do të mësojmë kush është fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Spektakli sotëm do të jetë i mbushur me shumë surpriza, të ftuar special që do të performojnë si dhe 2 studio gjigande. E sigurisht, kurioziteti të gjithëve është se kush do të shpallet fituesi i mes Rozanës, Laertit, Gjestit dhe Eglit. Sondazhe të ndryshme janë hapur për të parë se si kanë votuar shqiptarët dhe kemi këto rezultate. Në vend të katërt, renditet Laerti me 2% të votave. Në vend të tretë, renditet Egli me 8% të votave. Në vend të dytë, Rozana me 21% të votave. Dhe në vendin e parë, renditet Gjesti me 69% të votave. Ky është sondazhi Top Albania Radio, ku Gjesti ka marrë shumicën e votave. Mirë, ky nuk është sondazhi i vetëm ku Gjesti renditet i pari. Pothuajse në të gjitha sondazhet, Gjesti është më i votuari. Gjesti është i preferuari i publikut, por pavarësisht këtyre rezultateve, është produksioni ai që vendos se kush do të jetë fituesi. Dhe Rozana me Laertin shpesh janë konsideruar si lojtarët e produksionit. Ndaj na mbetet të presim finalen e madhe për të mësuar nëse do ta zgjedh produksioni fituesin apo do t'ia lërë në dorë votave të publikut. Po ju, kush mendoni se do e fitoj Big Brother VIP Albania 4? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanali Zona VIP.